Mirëmëngjesi për të gjithë juve shikues të Koha Vizionit, unë jam Erza dhe sot do të kemi një lidhje me Viber me përfaqësuesin e të drejtave të pacientëve, zotri Besim Kodra, të cilin do të diskutojna për vendimin e marrë që përcjellësit e pacientëve të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës po obligohen që të paguajnë nga 3 euro për çdo natë qëndrimi aty. Për më shumë detaje dhe çfarë reagimi kanë bërë shoqata të drejtave të pacientëve, e kemi besoj zotrin Besim Kodra në linjë tani. Përshëndetje. Përshëndetje i nderuar. Pse konsideroni problematike vendosin e pagesave ditore për familjar ose për përcjellës në QKUK? Ajo që duhet themi e para është se ky nuk ishte një vendim i SHKUK-s kërkot, por ishte një udhëzim administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë, të cilin tani po e zbaton SHKUK-ja. Po në parim, një vendim i tillë është i paligjshëm për faktin se e para thuhet kjo zbatohet për persona që janë mbi 15 vjet. E dim që fëmijët janë edhe më tutje se 15 vjet, e cila bie në kundërshtim me ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor, i cili thotë se fëmiu gjithmonë ka të drejta ketë prindin pranë vetes. Gruaja gjithmonë ka të drejta ketë partnerin gjatë dhe pas aktit lindjes. Domethënë janë disa kategori të tjera që domosdoshmërisht u duhet një përcjellës aty brenda. E para në aspektin ligjor ka të lashe. E dyta është shumë paradoksale që kujdesin shëndetësor ta vendosës prej institucionit tek familjarët, edhe përveç që kesh vendos tek familjarët disa persona laik, edhe i takson ata me punën që ata e kryjnë për institucionin shëndetësor. Do të thonë është shumë problematike si qasje. Mandej familjarët nuk janë veç përcjellës të pacientë, nuk janë, si më thonë, vetëm vizitorë të pacientë, po janë përcjellës të cilët edhe në aspektin emocional i ndihmojnë pacientët për të tejkaluar vështirësitë shëndetësore që mund të kenë që fizike që psiqike. Edhe kjo njihet në gjitha vendet e botës, sepse kur pacienti ka vujtje dhe dhimbje, aftësitë intelektuale të tij bijnë edhe rrjedhimisht dikush merr vendime për të. Ka forma të ndryshme se si kufizohet prania e përcjellësve dhe vizitorëve në institucione shëndetësore, se unë mund ta kuptoj qëllimin prapa që mund ta kenë për shkak se institucionet spitalore tek ne kanë një numër jashtëzakonisht të madh të përcjellësve, të vizitorëve aty brenda, por ka forma të ndryshme që bota i ka tejkaluar këto. Do të thonë është një vendim shumë paradoksal dhe nuk mundesh me tatu një pacient i cili ka nevojë për ndihmën qoftë fizike, qoftë emocionale të familjarët të vet. Po tu e pas parasysh se ata kanë non-stop nevojë për dikën të familjes apo përcjellës, sa mendon që ndikon realisht roli i përcjellësit në trajtimin e pacientit, sidomos tek fëmijët edhe tek të moshuarit? Unë jam i bindur që pjesa më e madhe e kujdesit shëndetësor aty jepet nga familjarët, heq aspektin profesional që është i domosdoshëm tipet nga përcjellësit. Unë e pas një reagim të SHKUK-s mbas reagimit tonë, është edhe të tjerëve, të cilët thonin se kujdesi shëndetësor vazhdon të udhëhiqet nga punëtorë shëndetësor aty brenda. Pyetja e parë që bëj për ta është: a shkojnë ata me ble barna për pacientin? A i qojnë ata analizat në sektorin privat me bë për pacientin? Jo. Që i bjen domosdoshmërisht na duhet një familjar aty brenda. Ky vendim është jashtëzakonisht i vënuar. Unë mendoj se ka plot vendime që aty brenda mund të bëhen shumë më mirë. Për shembull, lirimi i hapësirave të uzurpuar të qendrës klinike universitare që kur s'është bë. E dyta, a mundet me garantu QKUK-ja që ka me garantu partnerin i gruet që ka me lind para, gjatë dhe pas aktit lindjes? Jo. Do të thonë, pse duhet më shku me zbatu një vendim që është i pa zbatueshëm, e ka plot të tjerë që është dashur të zbatohen deri më tani nuk janë bërë. A mendoni se kjo tarif domethënë prej 3 euro mund të prek më së shumti familjet që kanë të ardhurat e ulta, dhe a keni ndonjë rast konkret që dëshmojnë këtë? Po padyshim, ne mbram mas komunikatës se shumë me njëherë në erë një ankesë lidhur me këtë çështje. Shisha, në Kosovë, edhe pse vitin e fundit nuk është përmend në raportin e progresit, thuhet gjithmonë që rreth 18% e qytetarëve nuk shkojnë fare te mjeku sepse nuk kanë mundësi mi pagu tarifat. Merrni me mend, një taksë e tillë sa e frenon qasjen e pacientëve në shërbimin shëndetësor. Sa më shumë që kemi pengesa për pacientin në shërbimin shëndetësor, aq më tepër ata dekurajohen për me marrë çast shërbim.
Por a mund të konsiderohet kjo si shkelje të drejtave të pacientëve? Padyshim se kjo pengon çastin e pacientit në shërbimin shëndetësor. Është një formë shumë primitive e zgjidhjes së problemit të përcjellësve dhe familjarëve. Ka plot forma të tjera që janë shumë më të buta edhe shumë më të mira që i kontribuojnë institucionit shëndetësor. Një institucion shëndetësor i cili nuk i garanton kur gjoni një familjarit pacientit asnjë ulse të vetme, edhe e takson për punën që ai vetë është dashur me kryp, domethënë është jashtë një logjikës normale dhe padyshim që ky vendim duhet mu heq. Por cilat janë ato alternativa që i propozoni ju si shoqate të drejtave të pacientëve? Tu e pas parasysh se 3 euro nuk është në rregull sipas juve, por cilat janë ato tjerat alternativa që i propozoni ju? E para, sidomos tek vizitorët e pacientëve. Pacientit mundën mju caktu një numër i caktuar i vizitorëve, po supozojmë kemi pas 2-3 vizitorë gjatë ditës, edhe pacienti përcakton kush janë ata. Edhe ata munden me hy në pjesë të gjatë gjithë 24 orëve. Merrem me mend, na ende e kemi vizitën prej orës 12 deri në javë, diçka është nëpër institucione, edhe në atë kohë ka një fluks jashtëzakonisht të madh të njerëzve të cilët hyjnë në SHQ. Edhe ata sjellin infeksione. Ka plot vende që e kanë rregulluar këtë çështje. Ndërsa te përcjellës e pacientëve, unë mendoj se duhet të ketë forma të ndryshme. Për shembull, mjeku e përcakton cili është pacienti që ka nevojë për mbështetje, qoftë emocionale, qoftë fizike. Edhe ai gjithmonë përveç që duhet të jetë gjithsesi i liruar nga pagesa, po duhet i garantohen edhe mundësi për të qëndruar atë. Ndërsa kategoritë të caktuara që janë fëmijët, gratë të vjetrit, gjithsesi duhet ta kenë familjarën atë. Merrni me mend, mi thonë fëmijët 15 vjetë një ditë, te kemi qëndru këtu pa prindit. Është jashtë logjike normale. Duhet me ndodhë kjo. Nëse kjo tarif mbetet në fuqi, cilat do mund të jenë pasojat afatgjate për sistemin e shëndetësor dhe besimin e qytetarëve ndaj tyre? Unë mendoj se ata në vazhdimsi do shkojnë duke i bojkotuar institucionet publike. Si më thonë, një taks jetë bëtresht që vendosja një taksa është tendencë për të frenuar një kërkesë. Edhe ata vetë thanë që ne po dojmë i frenu kërkesat e familjarëve. Sa më shumë që i frenojmë kërkesat, ata i dekurajon për me marrë shërbimin shëndetësor atë. Edhe ata ose kanë me i duru bujtjet e dhimbjet në shtëpi, ose kanë me u largu në sektorin privat. Dhe për fund, cili është mesazhi për të gjithë institucionet dhe familjet që po përballen me këtë pagesë? Gjithsesi, Ministria e Shëndetësisë duhet të rishikoj këtë udhëzim administrativ, të anulojmë menjëherë pagesën, të rishikoj këtë udhëzim administrativ se nuk është problemi vetëm këto. Ky udhëzim ka të lasha dhe të tjera. Duhet të rishikoj këtë udhëzim administrativ, edhe pastaj, si më thonë, të vinë diskutime tjetër i hapur për një udhëzim të tillë. Për shkak se jo vetëm këto, dhe në kujdesin primar ka shumë pagesa, të cilat kanë shkaktuar një valë të madhe të ankesave të ne, edhe sidomos në kujdesin primar, duhet ketë sa më pak pengesa për qytetarët në mënyrë që me shku sa më shumë te mjeku. Nuk është vendet normale i stimulojnë njerëz për me shku te mjeku, jo i ndalojnë. Merrni me mend, na vdesim 10 vite më herët se qytetarët e Bashkimit Evropian, edhe 18% më pak shkojmë te mjeku se sa ata. Apo kupton, do të thonë, është një disproporcion. Edhe çka ndodh këto, smundjet avancojnë edhe mandej kemi në SHQ një valë të madhe të pacientëve, të familjarëve të pacientëve. Ne duhet ta forcojmë kujdesin primar, duke lejuar çastin e pacientëve në shërbime shëndetësore, duke lehtësuar atë sa më shumë që të jetë mundur, edhe duke i parandaluar smundjet që mos ketë nevojë mandej pacienti të shkojë në SHQ fare. Por edhe një pyetje për fund si shpejt, çka i bjen që paguajnë ata faktikisht kur nuk kanë shtrat ose diçka me nejt bashkë me familjarët e tyre? Kjo është të lashe, si më thonë, në një marrëdhënie juridike, palët akordohen për diçka. Kush çka merr dhe çka jep. Edhe këtu do të thonë, është vetëm një anë e cila e merr 3 euro dhe në anën tjetër kemi një palë që nuk i garantohet asnjë gjë. Merrni me mend. Unë për me banalizu shumë këto me tregu se sa banal është ky vendim, është një proporcion i ngjashëm si me shku në pishinë. Do të thonë 5 euro pagun hyrje në pishinë, ku ti relaksohet gjatë gjithë ditës, edhe në QKU pagun 5 euro, së bashku me parkingun që është rritë edhe më shumë, pagun 3 euro plus parkingun është e njëjtë. Do të thonë, cila është logjika që dikush me lënë pishinën me shku në QKU.
A kupton, do të thonë është jashtëzakonisht banal si vendim. Përveç që e frenon kërkesën e pacientëve për shërbime shëndetësore, edhe punët të cilat nuk po i bën që ky uja, ja kalon familjarë po i tarifon ata. Do të thonë nuk ka faj dikush pse është smut edhe ka nevojë për ndihmë. Një logjike të tillë funksionon ashtu në sektorin privat, ku ti e tarifon secilën kërkesë të pacientit se përfitim ke dalë atë. Ndërsa sektori publik, skema publike e mbulimit të shërbimeve shëndetësore do të ketë alternativa sa më të mëdha që e lejon pacientin sa më shumë e kërku shërbime shëndetësore. Sepse kjo e garanton një shëndet publik më të mirë, garanton një smundshmëri më të ulët të pacientit edhe garanton që ne të shpenzojmë më pak për shërbime shëndetësore. Faleminderit shumë zotëri Besim Kodra për të gjithë këto informacione dhe detaje dhe shpresojmë që ky problem të zgjedhet sa më shpejt. Faleminderit krejsh. Pra, shikues të dashur, e patëm dhe zotërin Besim Kodra, i cili na tregoi detaje dhe informacione rreth këtij vendimi dhe besojmë që do të zgjedhet shumë shpejt me ndonjë zgjidhje të lehtë, gjithashtu për të gjithë përcjellësit dhe familjarët që shkojnë tek pacientët për t'i ndajtur gati normal. Por tani do e kemi një histori në vazhdim e cila ka të bëjë me ushqimet që ndikojnë negativisht tek gjandra tiroide. E ndjekim bashkë.